Avokat Genc Gjokutaj. Zotë Gjokutaj, përshëndetje, faleminderit për kohën tuaj. Përshëndetje, Vini, gëzuar Krishtinë, gëzuar. Gëzuar, shpresojmë për një vit 2026 sa më të mbar për të gjithë. Duket se këto ditët festive kanë vënë një farë pauze në një moment shumë të nxehtë të politikës edhe të drejtësisë dhe do të rikthehemi sërish në janar, megjithëse ngjarjet vazhdojnë të ndodhin. Kanë dalë dosje, nuk kuptohet mirë se sa të thella dhe deri ku do shkojnë këto hetimet prokurorisë posaçme, sa dosje ka, sa persona po hetohen, por dhe sot që flasim ka vazhduar një operacion, me sa duket për çështjen Balluku, pra që prek zëvendës kryeministren, të tjera hetime shkojnë për Akshin, e të tjera i Albania nuk po punon, çfarë nuk po ndodh ndërkohë në këtë vend. Si e shikoni, zoti Gjokutaj, në çfarë pike jemi, sa do të vazhdojë ky konfrontim mes drejtësisë dhe politikës? Po, shikovini, gjithë to që ju përmendët janë një reakcion zinxhir. E kupton? Edhe çështja e hetimit, afatet e hetimit, ngutshmëria e veprimeve hetimore në raste të tilla, se nuk flitet për një krim ordiner, flitet për një krim në pushtet, i cili ka të gjitha mjetet dhe infrastrukturën që të veprojë më shpejt se sa organet e agjencitë ligjzbatuese. Dhe këtu festa dalin në plan të dytë. Sigurisht është po ta krahasosh me urgjencën e spitalit. Po. Pra që është 24 orë 24, sepse hetimi është intensiv. Ajo që unë dua të them është fakti që asnjëherë në historinë e hetimit shqiptar dhe të akuzës shqiptare nuk ka pasur çështje kaq voluminoze për nga rëndësia edhe për masat. Një korrupsion enorm pritet të zbulohet në ditët në vijim, sepse ky është një efekt domino. Pra njëra dosje nxjerr 3 dosje të tjera, këto të treja nxjerrin 9 të tjera. Pra shkojnë në progresion. Sigurisht deri që kemi dëgjuar tashti, flitet për një korrupsion në çdo qelizë, të këtij pushteti deri te kryeministri i Shqipërisë. Unë mendoj që ky hetim sado po pengohet me instrumenta, me kleçka procedurale, siç do ta shëllojmë, besoj. Po. Duke përdorur institucionet e drejtësisë, duke penguar kuvendin e Shqipërisë, çfarëdo që të bëhet, ligji ka instrumentat zgjidhëse në raste të tilla. Kështu që unë mendoj që ky hetim ka nisur seriozisht dhe këto janë hetime të cilat nuk mund të përdoren për mediat tashka për të rrequr vëmendjen, siç ka ndodhur deri më sot. Ky hetim ka një objektiv të qartë, ka një itinerar të qartë, edhe çdo episod që del çdo ditë nuk vjen në kundërshtim me të mëparshmin, por përkundrazi është në sinkron